bashkëshortore është një nga temat më të ndjeshme të marrëdhënieve njerëzore. Ajo ka ekzistuar gjithmonë, por arsyet pse ndodh ka ndryshuar me kohën, me kulturën dhe me sfidat sociale. Ekspertët thonë se tradhtia zakonisht vjen nga tre burime kryesore: mungesa emocionale, kërkimi i rinisë dhe faktorët social, si presioni i komunitetit, modeli familjar ose klima ekonomike. Në Shqipërinë e viteve 90, një periudhë tranzicioni fort shoqëror, normat familjare u tronditën. Sipas studimeve të asaj kohe, pabesia tek meshkujt arrinte kulmin në moshat 50-59 vjeç, ndërsa te gratë në moshat 40-49 vjeç. Pas kësaj moshe prirja binte ndjeshëm. Psikologët e lidhin këtë me sfidat ekonomike, ndryshimin e roleve familjare dhe nevojën e shumë njerëzve për të rifituar kontroll apo vetbesim në jetën e tyre. Ndërsa shoqëria ka evoluar, ka ndryshuar edhe mënyra si krijohen lidhjet. Rrjetet sociale, kontaktet e lehta online dhe ekspozimi i madh ndaj modeleve të reja të jetesës ka bërë që sipas disa sondazheve të viteve të fundit, statistikat e tradhtisë janë në rritje, sepse sot ka më shumë mundësi, më pak tabu dhe më shumë mënyra për të krijuar lidhje paralele. Në thelb tradhtia mbetet një sinjal se diçka në marrëdhënie nuk funksionon si duhet. Specialistët thonë se komunikimi i hapur, mirëkuptimi dhe kërkimi i ndihmës profesionale janë urdhët e vetme për të shmangur krizat e thella. Tradhtia nuk ndodh rastësisht, ajo është pasojë e një boshllëku, por siç tregojnë studimet, nuk është histori pa kthim, kur ekziston vullneti për të ndërtuar besimin nga e para. Sot do flasim për një temë që zakonisht i vë njerëzit. Për sa herë diskutohet, vërshimet në komente janë të shumta. Do flasim për tradhtinë në një botë ku dashuria romantike është në Instagram dhe aty e shohim më së shumti, por në realitet është shumë më komplekse dhe tregohet diçka tjetër. Statistikat thonë që tradhtia ndryshon me moshë, nganjëherë edhe me ritme. Ja për shembull, në vitet 90 meshkujt kulmonin në tradhti në moshën 50-59 vjeç, gratë 40-49 vjeç, ndërsa në një periudhë tjetër të shekullit aktual, në vitin 2000-2009, burra 60-69, ndërsa gratë 50 me 59 vjeç. Dhe një fakt surprizë duket sikur meshkujt mbi 80 vjeç po e konfirmojnë dhe po e tregojnë që një herë në jetë kanë tradhtuar. Por për diskutuar për tradhtinë dhe që për hir të vërtetës nuk është punë të rinjshme, këtë e kemi kuptuar, jemi me Rudina Koromani, psikologe, e cila na ka ngacmuar përmes rrjeteve sociale me këtë temë. Ne dashur mirë se vjen. Dhe faleminderit që gjetë kohë. Mirë. E nisim pak me se si e lexon psikologjia punën e tradhtisë, kush tradhton më shumë, burrat apo gratë, motivet. Statistikat, sipas statistikave, meshkujt tradhtojnë më shumë, pra 20% janë meshkuj dhe 13% janë femra në total, pra në rang botror, pavarësisht se kjo përqindje, siç dhe ti e përmende, po shtohet nga dekada në dekadë, kemi një rritje të numrit të tradhtive dhe të moshës së tradhtisë. Pra nëse ti përmende për meshkujt 50-59, aktualisht shënohet numri 60-69, që arrin kulmin më të madh të tradhtisë tek meshkujt. Dhe nga 49 për femra të shërritur ka shkuar 60-69, ku arrit kulmi i tradhtisë. Sigurisht që ka tradhti edhe në mosha 20-30 vjeç, pra në grup mosha të ndryshme dhe në kultura të ndryshme, dhe po flasim për përqindjen dhe trendin më të madh se ku arrin kulmin. Se kjo ndryshim i moshës? Ndoshta rritja e mirëqenies, sigurimi i objektivave të tyre, të themi njerëzit, individët i çon. Pra themi kemi nga dekada në dekadë kemi një rritje të mirëqenies së individit, por dhe rritje të problematikave psikologjike të individit, të cilat individi kërkon që ti ato që nuk ka shijuar për hir të realizimit objektivave që ka pasur financiar apo të jetës, arrin të realizojnë në një moshë më të vonë aktualisht. Pra nuk i shijon më përpara që kryeshin më përpara, realizoheshin më përpara gjëra të tilla. Dhe oreksi është rritur pa diskutim. Dhe oreksi është rritur. Ashtu sikurse ju e përmendët, mediat sociale, zhvillimi teknologjik është një nga faktorët kryesorë që ka jo vetëm që i ka arritur të shfaqë më shumë këto tradhti, por edhe ka shtuar mundësinë e perceptuar të alternativave për një partner të mundshëm. Në qoftë se deri dje një mashkull mund të shikonte një femër vetëm në ambientin e punës apo në lagje,
apo në bulevard. Tani e sheku do në Sot ti shikon dhe një italiane dhe ti krijon një match, një dating, një komunikim të menjëhershëm brenda 24 sekondave. Ti shikon dhe një italiane dhe një spanjolle dhe një turke dhe menjëherë të hyn në komunikimet dhe ekziston probabiliteti i mundësive që ti të jo vetëm nga ana emocionale që ti ndjehesh i kërkuar si gjuetar, por edhe mundësia që t'jep teknologjia ta shton këtë pjesë. Në aspektin gjinor, mbetemi sërish, femrat, tradhtit të kryera nga femrat janë më shumë emocionale. Në qoftë se një femër tradhton, nuk rikthehet më tek partneri i mëparshëm, kërkon divorc. Nuk rikthehet më, se kërkon, i kanë tradhtit emocionale, lidhen shumë, ndjehen të dashura. Burrat ndërkohë nga ana tjetër nuk kanë tradhti emocionale. Në shumicën e rasteve flasim, ose mund të ketë edhe tradhti emocionale nga meshkujt. Por ato i kanë seksualet, natyrës seksuale, dhe rikthehen ke partneret e tyre, kërkojnë të rikthehen ke partneret e tyre dhe rikthehen më aktiv dhe më të përkushtuar ke partneret e tyre. Wow. Ka tipare që e dallojnë një tradhtar sot do pjesë një vakt, me që se djemë dhe burra tradhtorin më shumë. Si pas statistikave nuk po akuzojmë më shumë. Tipare ka, sepse mjafton që pra kur mashkulli qoftë femra. Në të dyja rastet kemi ndryshim të sjelljes, pra shikohet në pjesën e ndryshimit të sjellor. Pavarësisht se unë thash që një mashkull që tradhton vjen më i përkushtuar në punë, por janë dhe indikatorë të tjerë që janë më pak të dukshëm, e cila kur kemi të bëjmë me raporte ku ekziston dashuria, në pjesën e dashurisë partneri e ndjen. Pjesën e dashurisë partneri e ndjen. Ndërsa në pjesën e rutinave të përditshme, pra, themi, ajo është prezent, edhe gruaja është prezent, është korrekte. Në qoftë se janë marrëdhënie të themi të ftohta dhe qëndrojnë me njëri tjetrin vetëm se kanë bërë marrëveshje mes tyre, janë korrekt, themi politikisht korrekt, këtu është pak më e vështirë. Por në ato marrëdhënie mes partnerëve që janë krijuar në bazë të dashurisë, partneri i dashuruar gjithmonë do kërkojë dashurinë ke partneri vet. Dhe sigurisht që gjëja e parë që ndjen ftohtësinë. Tradhtia ndodh më përpara se të ndodhi. Ndodh në momentin që zemra dhe mendja largohet nga. Nuk është më. Pra nuk është vetëm akti. Pra, po kjo është një shprehje që unë thash. Tradhtia fillon më përpara se të ndodhi. Ndodh kur në mendje dhe në zemër fillon dhe ti ndjen se nuk të do më, ti ndjen se nuk jenë më në mendimet e ti. Po burrat, si e kuptojnë që partnerja e tyre po i tradhton? Çfarë shenjash e një vajzë? Unë mendoj që nuk është çështje shenjash, në të dyja rastet tradhtia kuptohet. Është thjesht çështje kohe dhe se sa prezent jemi, por është një moment që kuptohet. Tradhtia ndihet më shumë se sa kuptohet. Që femra tradhton ndoshta emocionalisht, që ka partnerët. Partnerët që kanë një lidhje emocionale shumë të fortë e kuptojnë menjëherë. Ata që kanë raporte të ftohta formale e kuptojnë bazuar në elementet e shenjave që janë nëpër Instagram, në Facebook, apo që janë pika 1, pika 2, pika 3. Unë flas për marrëdhënie tradhti që janë të forta dhe që kushtojnë psikologjikisht shumë palës që tradhtohet. Mirë, ajo është emocionalisht partneri tradhtuar e ndjen me njerë. Pra, a ka një rënje të nivelit të konsumit marrëdhënieve seksuale në qoftë se njëri nga partnerët tradhton? Jo, përkundërzi, pra një mashkull, një burr që tradhton gruan ka predispozita të shkojë më shpesh, pra të jetë më i rregullt në aktivitetin seksual me gruan. Pra të përkushtohet sikurse unë të thash. Më kupton? Kështu që ky nuk është një element identifikues, është në elementin emocional. Fakt interesante për tradhtin nga për cilat ku u bë dhe sebeb kjo emision, sepse më ftuan gazetari juaj, Glori. Zbulimi i tradhtisë. Është pjesa se kur tradhtohet, kur zbulohet tradhtia. Dhe në rastet që kishin raportuar, të ky 20% dhe 13% që i burrave dhe grave, 47% e tyre e tregonin tradhtin brenda javës. Përse e tregojnë? 26% për shkak të turpit dhe fajit që ndjenin. Për të mbajtur peshën e turpit dhe fajit, e ndajnë, e tregojnë, po, kam tradhtuar. 25% tregojnë brenda muajit dhe pjesa tjetër brenda 6 muajve ose brenda vitit. A është tregues kjo për ta vazhduar marrëdhënien? Fakti që ti e tregon partnerit që e ke tradhtuar? Në është ndërtuar marrëdhënia, ka partnerë që nuk e falin, ka partnerë që e tejkalojnë. Megjithatë thuhet dhe pjesa që në kulturën tonë tradhtin e fusim ke vesi.
alkoholi, themi ne, bigjozi dhe tradhtia janë veset të burrave, themi shoqërinë tonë zakonisht. Pra themi persona që tradhtojnë vetëm bëhen më të kujdesshëm, pa të do mbeten gjithmonë tradhtar. Nisur nga këto, por edhe në varësi individuale për çdo kënd, për mashkullin dhe për femrën, kur ndihet i tradhtuar, përgjithsisht kjo është dhe kulturore, në fakt, por dhe në kulturën tonë ne falim me vështirësi. Në kulturat perëndimore janë pak më të hapur, bëjnë marrëveshje mbi marrëveshje për të qëndruar në atë martesë ndoshta për fëmijët, ose kanë një njohje shumë të mirë me njëri tjetrin, janë mësuar me njëri tjetrin, ndryshajnë të marrëdhënia pëson një transformim, por merë profilet të tjera. Merë profilet të tjera. Rudina, më lejo. Në të gjitha dimensionet, qofshin ato seksuale, qofshin ato të bashkëjetesës. Ne do kemi mundësi të ritakohemi përsëri, sepse tema tradhtisë ka ekzistuar prej shekujsh dhe nuk po mbyllim temën këtu, e kemi pyetje. Po meqense ka ekzistuar prej shekujsh, i bie që edhe ne do i rikthehemi në ndoshta një moment të dytë televiziv. E bëjmë kështu, i bëjmë një thirrje komentuesve, komentojnë nëse do e falin apo jo tradhtin, a ka kthim pas, nëse po pse. Kjo do jepte një panoramë aktuale. Po, dhe ne të kemi material përgatitur, pra publik i dashur. Të atyre shikuesve që ju keni. Na tregoni nëse ju e falni tradhtin. Dhe pastaj përballemi edhe një herë me Rodinën. Të bëhen dy pyetje me që ju po bëni një sondazh, pra themi e para një herë, a kanë tradhtuar apo jo partnerit e tyre? Po. Dhe të ruhet anonimatit, të bëhet vetëm pjesë sondazhi po jo, aty në pjesë në mediat sociale, dhe pjesa a e falin apo jo. Në terapinë e çifteve, me çfarë përballet? Dhe mund të japin një realitet shumë të mirë panoramë, sepse këto statistika që ne po japim këtu i përkasin kulturave të tjera, sigurisht gjithmonë ato që janë të kulturave perëndimore, që mund të kenë edhe kanë në studime. Sigurisht, ku mund të mos japin disa trende që i përkasin kulturës tonë. Megjithatë ne dim shumë mirë që ne po jetojmë në një epokë ku janë rritur numri divorceve, është shtuar numri tradhtive, pra një nga arsyet e divorceve është tradhtia. Pra është një trend që është në rritje dhe është i prekshëm edhe në praktikë. Një pyetje që e ka publiku, në rast se një telefon me kod është një shenjë e tradhtisë apo është një limit për kufi dhe privatësi? Mund edhe s'mund. Mund dhe s'mund, mos i lër konfuz. Se mund edhe pse s'mund. Së pari, në qoftë se është krijuar marrëdhënia që në fillim me kufin dhe limitet të përcaktuara, ku kërkohet respektimi i privatësisë personale, i hapësirës personale, dhe në qoftë se vijon kjo sjellje, këtu s'kemi të bëjmë me tradhti, këtu kemi të bëjmë me norma të individit që respekton dhe kërkon respekt shumë të madh për sa i përket hapësirës personale. Privatësisë palës tjetër. Kjo sjellje është futur mbasi ka ndodhur marrëdhënia dhe nuk është diskutuar në çift si rregull, sepse çifti ka është shumë nevojshme që në çift qenë pa kod rrugës njëri nga partnerët vendos një kod. Eksakt. Në qoftë se është një sjellje e re gjeneruar, nuk ka diçka për të dyshuar. Pra themi kjo telefonin, kodi telefonit është një nga elementet që i bën shumë partner të pranojnë detektivët privat, për që të hetohet tradhtia. Ka hyrë dhe kene, jashtë funksionon shumë, provohet tradhtia, sepse këtu u duhen këto prova për shkak të ndarjes së pasurisë, pastaj ku bëhet përndot pjesa e materiale, shumë se sa emocionale. Tradhtia në kontratë është shkruar që në rast tradhtie personi humbet gjithçka, dhe në qoftë se e provon, pra këtu kemi bërë se marrëdhënie financiare. Një pyetje e fundit, pak më herët the, meshkuj tradhtojnë me trup, femrat tradhtojnë me zemër. Femrat janë shumë emocionale. Pse jemi në këtë konkluzion? Pse është në këtë konkluzion? Femrat janë të tilla. Sepse një psikolog burr do thoshte të kundërt. Po, nga pikpamja psikologjike. Pra, ajo që femra kërkon që të ndihet e dashuruar, të ndihet e sigurt nga personi që mendon se e dashuron. Pra, aty ku garantohet që ndjen se duhet. Në momentin që percepton psikologjikisht që nuk po merr më vëmendje, nuk ndjehet e dashur, sigurisht humbasin dhe pjesat elementi tjetër i sigurisë, i dashurisë, i vëmendjes, të gjitha të cilat humbasin janë shumë të rëndësishme për femrën. Ndërsa për mashkullin, me sa duket, mbetet shekullore, për mashkullin shumë e rëndësishme, nuk kërkon të harxojë energji që të lodhet prapë të ndërtojë një marrëdhënie tjetër, por në pjesën seksuale edhe mundet ja toleron këtë pjesë vetes, pra për të vetëm në pjesën seksuale, por pa prishur marrëdhënien, rikthehet sërish tek bashkëshortja që falja më e shpejt që ke hasur ti në praktikën tënde e tradhtisë. Ke patur një falje të shpejtë. Falje. Është mësuar tradhtia dhe është falur.
Jo, faljet të shpejt, jo, nuk ka asnjëherë faljet të shpejta, sidomos personat që vinë për psikoterapi, sepse personat që vinë në psikoterapi, në rastet kur ka pasur një ngjarje stresori madhor, është tradhtia, vjen pikërisht se nuk po e kalon dot atë proces, nuk po e proceson dot. Megjithatë, unë i ndihmoj që ta shohin, i ndihmoj në këtë procesim. Fillimisht duke kuptuar se çfarë kanë dashur nga ajo martesë, pra të jenë të vërtet me veten e tyre. Të kemi parasysh që personat që tradhtojnë nuk janë fair me veten e tyre, gënjejnë veten e tyre, gënjejnë edhe të tjerët, partnerin që tradhtojnë. Ndërkohë që personi që e vuan më shumë është pala e tradhtuar. Gjithmonë. Po, dhe gjithmonë ajo që këshillohet është që ta pleqërojnë mirë me veten e tyre, pse po që të ridiskutojnë ato objektiva, se pse po qëndrojnë atë marrëdhënie dhe të jenë të drejtë me veten e tyre. Dhe me këtë mbyllim, faleminderit shumë Rudina. Gjithmonë jemi pritur në studio, i themi çifteve diskutoni, komunikoni, shprehni dëshirat tuaja seksuale, tregoni limitet njëri tjetrit dhe mbi gjitha mos tradhthoni pa arsye, nëse doni shkoni tek tradhtia apo konsumi i marrëdhënie seksuale tjetër. Njerëzit, tradhtarët e kuptojnë se çfarë kanë humbur mbasi kanë tradhtuar. Pasi kanë tradhtuar, thot Rudina. Publik i dashur. Do bëjmë disa pyetje të tjera, po vetëm as ne, ndërkohë që ju ndiqni një hapësirë informuese, ne kthehemi sërish, ju e dini tashmë.